Përshëndetje të nderuar shikuesi, ku po ritakohemi sërish edhe këtë të premte me emisionin Gjurmët dhe në fakt ditën e sotme do flasim për përditshmërinë tonë në kryeqytet, por jo vetëm edhe në qytete tjera, për të Maqedonisë së Veriut që një kohë të gjatë. Në fakt, secili nga ne jemi të detyruar të dalim nga shtëpitë tona, ku ndoshta e kemi atë komoditetin më të madh secili nga ne dhe ndihemi më së miri për të shkuar në punë, për të shkuar në shkollë dhe për të kryer gjitha obligimet që ne mund t'i kemi. Por nuk e vë në dyshim që secili nga ju, siç më ka ndodhur edhe mua, po edhe mysafirës tonë besoj, që të hasemi në një apo edhe në rastet më të këqija në shumë kontenjer, të cilët nuk mbajnë mbeturinat brenda, ashtu siç supozohet të ketë, por ata përveç se që kanë brenda mbeturina dhe janë të mbushur full, janë të stërmbushur, ne shohim edhe një mal mbeturinash rreth e përqar këtyre, ku qytetarët çdo ditë vazhdojnë hedhin mbeturina dhe të njëjtat nuk pastrohen apo edhe mbesin për një kohë të gjatë në atë vend. Në fakt televizioni Alsat tashmë për një kohë të gjatë vazhdon dhe ndjek situatën, janë punuar shumë materiale në këtë drejtim, qytetarët kanë ankesa të përditshme kundër monire keqe, vizualisht nuk duket bukur qyteti, por në fakt kemi disa ditë, apo le të themi në këto 2 ditët e fundit, një situatë ku tashmë ngrim pikpyetje edhe për shëndetin tonë. A do duheshte ndoshta që këtë pyetje ta ngrinim edhe më herët? Ne për gjitha këto do flasim me mysafirën tonë, mirë po, para 2 ditësh një fëmijë është kafshuar nga një mij duke luajtur në një park jashtë dhe duke dashur që ta shpëton mijun, miu e ka kafshuar atë dhe si pasojë e kësaj del ngrihet edhe pyetja se sa në fakt ne jemi të sigurt në hapësirat publike kur shohim male me mbeturina ku kundërmon në rekeqe, atëhera duhet ngrehem pyetje që kemi edhe një rezidencë të madhe të mijëve aty duke e rrezikuar shëndetin ton. Ne në fakt kemi pyetur qytetarët sot, do shohim pak më tutje ato, do flasim me mysafirën që e kemi në studio, por gjithashtu edhe nga Instituti i Shëndetit Publik për momentin janë duke dhënë deklarat për mediat në këtë drejtim për këtë çështje, kështu që ne do e shohim edhe çfarë kanë për të thënë nga Instituti i Shëndetit Publik. Gjithsesi, para se të kalojmë te gjitha këto, me mua në studio është Eriona Shaqiri, e cila është shefe e Departamentit të Mikrobiologjisë në Qendrën e Shëndetit Publik, dhe me të do flasim më detajisht për këtë temë. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje Era, mirë se u gjeta. Flasim për mbeturinat, në fakt secili nga ne çdo ditë hedh mbeturina, mundohemi ndoshta të hedhim më pak mbeturina për të ruajtur ambientin, mirë po kohë të fundit kemi male me mbeturina. Ju ka rastisur të shihni këto? Era, kjo është një çështje, si thonë në gjuhën e popullit, fshati që duket nuk do ka dhaudë. Domethënë neve, edhe jo vetëm në lagjen tonë, po tashmë në të gjithë qytetin, shohim në Facebook shumë fotografi ku mbeturinat, koshet e plerave janë në plot e përplot. Ne në fakt këtë periudhë ka vite që jemi mësuar me këtë situatë, syri na është mësuar, edhe një gjë që në fillim nuk do ketë normale, duke parë çdo ditë, atëherë fillon ta mendoj se cili prej nesh, flasi qytetar, jo si mjek, mendojmë pastaj se pse është normale. Fakti që shoqëria jonë civile nuk është aq e sensibilizuar që të reagojë më ashpër ndaj këtyre grumbullimesh plerash, kjo e bën atë, për mendimin tim, që njerëzve ju duket kjo normale. Ajo që është shqetësuese dhe që ju e përmendit është pickimi i një fëmije të vogël prej një miu. Kjo është një shenjë që neve menjëherë duhet të alarmohemi. Sistemi shëndetësor në Maqedoni, në shtetin tonë, duhet të alarmohet menjëherë. Ky nga ju po informohemi, ky është rasti i parë dhe është mirë që të mos ketë raste të tjera, të mos vazhdojmë më shumë. Në momentin që pickohet një njeri prej një miu ose prej një kafshe, atëherë neve ai patjetër duhet të shkoj tek, nuk duhet të neglizhohet në asnjë mënyrë, sepse ne nuk e njohim atë kafsh çfarë është. Domethënë nëse pritesh me thik dihet për shembull se si duhet të reagosh, nëse me gozhë e tjera. Domethënë ajo një kafsh është një organizëm me
më vete që ka një shkencë të tërë që merret me atë. Instituti Veterinarisë merren me studimin e kafshëve dhe neve jemi të lidhur edhe me institucionet e tjera që merren me kafshën, sepse këto i përkasin shëndetit publik. Rreziqet që mund të ndodhin prej kafshimeve të tilla mund të kalojnë spontanisht pa asnjë farë problemi me shenja të vogla, ama nuk duhet të neglizhohen. Po në fakt ju e filluat si qytetarë dhe më pas kaluat në mjeke, ne do ju pyesim si mjeke sepse na duhet secilit nga ne. Në fakt secili nga ne në lagjen në cilën jetojmë kemi koshe me mbeturina që është bërë një mal i tërë, siç thash fatkeqësisht jo vetëm brenda por edhe jashtë. Si ndikon kjo në shëndetin ton? Ne kemi rastin e pickimit, mirë po edhe në përgjithësi. Tani çështja kryesore në të gjitha mediat, në të gjithë shoqërinë janë minjt. Feces i minjve shpërndahet në pluhurin, në dheun e tokës, dhe kur populata është aq e madhe, atëherë një mënyrë e transmetimit të infeksioneve që përmbajnë këta minj transmetohet nëpërmjet pluhurit, nëpërmjet ajrit. Prandaj e vetmja mënyrë për ta parandaluar situatën të mos eskalohet, të mos shtohet edhe më shumë, është që të normalisht të fillohet sa më shpejt me pastrimin e koshave të plerave dhe të fillohet me disinfektimin dhe deratizimin e zonave ku ndodhen në këto kosha apo edhe më gjerë, dhe të menaxhohet, do me thënë, në sistemi shëndetësor dhe në shtetin tonë më e kanë lajmin e parë, e kanë pickimin e parë. Tani çështja është se sa e madhe është populata e minjve. Do me thënë, fushat adekuate, ekspertët adekuat që punojnë në terren duhet të bëjnë një vlerësim të situatës. Do me thënë, ka rrezik kur je brenda në shtëpi, ka rrezik kur punon me kanalizimet, për shembull punëtorët që punojnë me pastrimin e plerave janë në një rrezik shumë të madh për të rënë në kontakt me mbetjet e këtyre minjve apo dhe të kafshëve të tjera. Po ka dhe rrezik, ajo që është më e rëndë është kur vjen rreziku i popullatës së gjerë që normalisht nga aktivitetet e përditshme s'duhet të jenë në kontakt me plerat, i hedhin plerat e më vazhdojnë në punën e tyre. Do me thënë, ka disa lloj virusesh që transmetohen nëpërmjet minjve që ata mbijetojnë për jashtë, do me thënë në pluhur, edhe ato transmetohen nëpërmjet erës, po duhet të jenë një sasi shumë të madhe që të thithen, të transmetohen tek njeriu dhe tek të shkaktojnë sëmundje. Një virus i tillë për shembull është Hantan virusi dhe unë në eksperiencën time 20 vjeçare kam pasur edhe 10 vjet kam punuar në Institutin e Shëndetit Publik në bashkëpunim me klinikën e sëmundjeve infektive. Unë personalisht kam parë pacient me Hantan virus, do me thënë ajo është një sëmundje që mund të përfundojë dhe me fatalitet. Nga ana tjetër, do me thënë si mikrobiologe dhe si mjeke e laboratorit, unë do të shtroja çështjen se sa ne jemi në kapacitet, laboratoret janë në kapacitet të zbulojnë infeksionet e tilla. Duhet të kemi parasysh që neve nuk kemi qenë vend endemik për çështje të infeksioneve që shkaktohen që transmetohen nëpërmjet minjve. Ma merr mendja që në klinikën e sëmundjeve infektive ata kanë eksperiencë sepse atje shkojnë pacientë nga e gjithë Maqedonia, por në një qytet kryeqytet, le të flasim, nuk ka pasur pacient që të kenë ose kërkesa prej mjekëve familjar që të kërkojnë tek ne analiza të tilla siç janë leptospiroza, siç janë për shembull Hantan virusi. Do me thënë këto janë disa sëmundje të rralla dhe që kryesisht mundohet i menaxhoj laboratori virusologjisë në Institutin e Shëndetit Publik. Desha të them që sendet edhe infeksionet duhen parandaluar. Për sa i përket tani
se sa të sigurt jemi, neve jemi më në duart e Zotit. Do me thënë se çështja është tani kjo popullat e minjve do futet në shtëpit tona. Por juve era e dini që edhe në kopshte mund të vendosen. Do me thënë kopshtet janë pothuajse në buzë të rrugës, në buzë të oborrit, me thënë. Neve për shembull duhet të rekomandojmë tek familjarët, tek njerëzit që ata të vendosin rjeta në për dritare, në për balkone, që jo të gjithë mund t'i kenë, por duhet mendohet për shembull që nga ana fizike të mos ketë hyrje. Edhe kjo, do me thënë, në kas ka popullat mish me shumicë në për qytet, ato janë disa masa që në përgjithësi njerëzit mendojnë t'i vendosin për të ruajtur nga hyrja insekteve të ndryshme apo kafshëve të tilla në shtëpitë e tyre. Po supozohet që këtë po e supozojnë masa e gjermë, jo vetëm subjektet përkatëse, tani po supozohet nga të gjithë njerëzit që nga të gjithë ky mal me plera mund të ketë diçka. Edhe rasti që keni një pickim prej 1000, jo se s'ka ndodhur më herët, po tani supozohet që shansi që të ketë një popullat më të gjerë është e madhe. Dhe kjo është e vërtet. Kanalizimet, personat ose ekspertët që merren me rregullimin e kanalizimeve duhet të bëjnë një mbikëqyrje, a janë kanalizimet dikun të hapura. Me thënë ka shumë faktor që ndikojnë në këto sende. Në fakt edhe dy mjekë vetë më kishin shprehur edhe le të themi këtu situatën e shqetësuese që është me mbeturinat dhe me minjt në rrjetet sociale, mirë po duke pas juve si mjeke këtu, a nënkupton kjo që ne duhet fillojmë të mbajmë maska, ndoshta të mbrohemi më tepër? Unë besoj që nëse doni të më thënë të parandalojmë thithjen e ajrit, nuk do ta rekomandoja që jemi në një situatë të tillë që të mbajmë maska. E para do me thënë kur vjen tek masat mbrojtëse, masat mbrojtëse ose për sensibilizim të popullatës vijnë direkt nga Komisioni për sëmundjet ngjitëse që është në kuadrën e Ministrisë së Shëndetësisë. Aty është një grup punues ekspertësh që ka ekspert nga të gjitha fushat dhe në përgjithësi ata i nxjerrin se çfarë duhet të bëjnë, si duhet të parandalojnë njerëzit sëmundje të tilla. Dhe sëmundje të tilla arrin deri te komisioni ose raportime kur diagnostikohet diçka. Do me thënë nga një laborator diagnostikohet një të them hantavirus ose leptospiroza ose tularemia, që me thënë janë pas një anamneze të gjatë, për shembull, mendohet që shkaktari ka qenë miu. Atëherë, do me thënë, mblidhet eksperti i punës për sëmundjet infektive dhe parandalimin e sëmundjeve infektive dhe ata i vendosin masat mbrojtëse, që sensibilizojnë të gjitha institucionet edhe popullatën e gjerë, edhe i publikojnë në faqen e internetit së mos të Institutit të Shëndetit Publik. Ajo çka njerëzit vetë duhet të bëjnë, është që në rastin e fëmijëve, do me thënë, duhet të punohet më shumë me fëmijët, se ne e kemi parë dhe vetë në parqe nuk ka vetëm minj, ka edhe mace, ka edhe qen. Do me thënë, unë kam parë shumë plot fëmijë që veni prekin macet, i përqafojnë, disa prej tyre, disa qenë mund të kenë shenjat në vesh që tregojnë që janë të vaksinuar. Do me thënë, ato t'i afrohesh një kafshë të rrugës nuk është siguri. Do me thënë, sado edhe plerat le të jenë të hequra, ajo nuk është siguri. Mendoj që duhet të punohet më shumë me fëmijët, do me thënë jemi që jemi në këtë gjendje, por të paktën të largojmë kontaktin fizik me kafshët që nuk janë shtëpijake dhe nuk janë të kontrolluara. Do me thënë, në momentin e kafshimit prej një kafshë, ose në rastin prej 1000,
ajo nuk duhet të neglizhohet nga ana e pacientit ose nga ana e prindit të një fëmije. Ata menjëherë maksimumi në kushte shtëpie, maksimumi që mund të bëjnë është ta lajnë me ujë të bollshëm, edhe nëse kanë pak antiseptik ta disinfektojnë vendin e kafshimit, por ata menjëherë duhet të raportojnë, duhet të shkojnë tek mjeku familjar dhe duhet ta raportojnë, sepse në disa raste, siç e thash, mund të kaloj më lehtë, por në varësi të organizmit, secili organizëm është i ndryshëm, ajo mund të shkaktojë, mund të përfundojë edhe në dëmtime fatale, siç janë meningiti apo endokarditi, domethënë të preki trurin apo të preki edhe zemrën. Pra është e rëndësishme që të theksojnë që kjo është kafshim i në përgjithësi, për shembull në laborator tek ne vijnë për shembull strishon nga plaga. Në raste të tilla, ata duhet ta theksojnë që plaga është prej kafshimit të qenit ose kafshimit të miut. Neve në repartin ton të mikrobiologjisë, diagnostika është e sofistikuar për të detektuar bakteret. Kurse për sa u përket të tilla viruse, siç ju thash, hantavirus apo leptospiroza, ne nuk I kemi marrë masat sepse s'ka qenë çështje normale që të diskutohet, edhe që të bëhen plan buxhetet për të marrë të tilla reagenca, por përsëri kur të tilla analiza në përgjithësi I dërgojnë në klinikat ku pacientët më tashmë janë të hospitalizuar. Nga ana tjetër, neve nuk kemi studime, që ne nuk kemi një pasqyrë të qartë se sa është prevalenca për shembull e sëmundjeve të tilla, të rralla, le të them, në shtetin ton. Nuk kemi domethënë një institucion që është I specializuar për shembull ose një laborator që ndjek që bën surveillancën e leptospirozës apo të sëmundjeve të neglizhuara, për shembull të hantanvir të viruseve të tilla, siç janë që transmetohen nëpërmjet kafshëve o mijve të tjera. Me thënë, këto vinë në mënyrë rastësore kur pacientët vinë tek mjeku, por neve të kemi një seroprevalencë, sepse nëse ne bëjmë një seroprevalencë të një popullate të caktuar, duke matur antitrupat për shembull, neve mund të arrijmë në përfundimin që kjo popullat ka qenë në kontakt me minjt ose me virusin ka qenë në kontakt me virusin dhe pretendohet që këtu ka popullat të sensibilizuar me antitrupa. Jo sepse popullata nuk është e njohur me atë. E kupton, ata e kanë kaluar në mënyrë shumë sipërfaqësore sëmundjen dhe është neglizhuar, s'ka qenë e nevojshme të shkohet tek mjeku. Në përgjithësi tek mjeku vendoshkohet kur kanë dhimbje, kur kanë shenja kur fillojnë simptoma më të rënda. Këto, siç të thash era, këto studime teknik mungojnë ose janë sporadike. Nuk kemi një pasqyrë të saktë. Megjithatë, përsëri secili duhet të mbrojë, duhet të jetë më I sensibilizuar në lidhje me rujtjen e ushqimit, po këtu mundet neve shkojmë ushqemi për shembull edhe në restorante, në kuzhinat e restoranteve, kur popullata, se jemi në çështjen e mijve dhe të plerave, kur popullata e mijve bëhet shumë e madhe, ata për të kërkuar ushqimin do shpërndahen në të gjitha llojet e institucioneve, do shkojnë nëpër markete, nëpër kopshte, nëpërmjet kanalizimeve do arrijnë në banesat tona, edhe pse do keni rrjeta për t'i mbuluar dritaret apo dyert përsëri, e gjejnë mënyrën se si të futet në shtëpi. Ajo që unë e rekomandoj, domethënë në qendrën e shëndetit publik, ne kemi edhe sektorin për deratizim, prandaj në raste të tilla, sepse mbetet përsëri secili të menaxhoj pjesën e vet, mund të kërkojnë për një deratizim dhe disinfektim të bodrumeve për shembull, her pas here, edhe pse të them të drejtën, ne nuk e kemi një vetë ndërgjegjësim kaq të lartë. Do me thënë, çfarë janë markete, shkolla, institucione, ata kanë me plan program që në periudhat të caktuara duhet të bëjnë deratizim. Por unë nuk e di pallatet a kanë
menaxhuesit e pallateve a kanë plane të tilla. Do të thënë kjo është një çështje që mund të diskutohet edhe nuk është e kushtëzuar me ligj që duhet ta aplikojmë për shembull 2 herë në vit, 3 herë në vit sipas situatës. Ajo varet nga situata e momentit që një banor i pallatit shikon diçka, ata angazhohen që është personale, domethënë është e momentit. Dhe kjo, në fakt, përveç se që u informuam rreth sëmundjeve për hapjes, kjo ishte edhe një informacion shumë i mirë për gjithë shikuesit tanë. Drejtohuni te qendra e shëndetit publik dhe ata do vinë t'ju ndihmojnë me dezinfektimin, edhe kjo është edhe një formë parandalimi, sidomos nëse keni parë ndonjë mi ose diçka tjetër, kjo është e domosdoshme. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit për ditën e sotme. Faleminderit.